Menaxhimi integruar i kompleteve kirurgjikale përbën padyshim një rrisit në kirurgjinë shqiptare. Nuk kupton sjelljen e kompleteve të reja kirurgjikale, që në mënyrë të tillë që ndrohet gjithë instrumentari kirurgjikal në Republikën e Shqipërisë, shumica e cilit ka qenë i përbërë nga vegla shumë vjetra, të ardhura në kohën e Kinës, bile edhe më përpara, gjë që siguron cilësinë e trajtimit të pacientëve, lehtëson punën e kirurgëve dhe përmirëson sigurinë e pacientëve gjatë operacionit. Ka të bëjë me futjen e materialeve një përdorimshme në sallën e operacionit, siç janë bluzat e sallës, çarçafet e tjerë, të cilat rrisin në mënyrë të ndjeshme masat mbrojtëse ndaj infeksionit të pacientit në sallë. Gjithashtu përfshin sterilizimin e përqendruar të gjithë kompleteve kirurgjikale dhe përveç kësaj menaxhimin dhe eliminimin, kthimin në mbedje urbane të mbedjeve të operacionit. Përveç kësaj dhe në fund fare kemi të bëjmë edhe me sterilizimin e sallës operacionit në fund ditës punës, gjë që siguron ambient shumë të pastër dhe shumë më steril për të ardhmen. Është një procedurë edhe në formën e një partneriteti publik-privat, por mendoj që kjo është një hap shumë i rëndësishëm, është një revolucion në kirurgjinë shqiptare. Për herë të parë ne do kemi sete siç i kanë në gjithë vendet e botës, bile unë kam parë dhe në spitale të tjera dhe ky nivel të veglash kirurgjikale është më i lartë në Shqipëri, që ekziston në Shqipëri dhe është i njëjtë me ato që ekzistojnë në spitalet më të mira të botës, gjë që në mënyrë absolute përmirëson sigurinë e pacientëve, lejon të kryen operacione shumë të vështira dhe nga ana tjetër, dhe jo më pak e rëndësishme, rrit agresivitetin e kirurgëve për të bërë operacione më të vështira, pikërisht për shkak të mjeteve të cilët ata kanë në dispozicion. Kompletet kirurgjikale janë të specifikuara sipas çdo lloji interventi që kryhet dhe gjithashtu ka mundësinë që në fushën e kirurgjisë laparoskopike, ku veglat kanë qenë shumë shtrenjta dhe ne kemi qenë vetëm në fazat e para, pra përgjithsisht kemi realizuar vetëm kolecektomi, domethënë heqjen e tomthit ose operacione minore, futja e këtyre kompleteve krijon mundësinë edhe për avancimin në drejtim të kirurgjisë laparoskopike, e cila është një tendencë botërore sot, duke mundësuar dhe realizimin e operacioneve në këtë fushë të rëndësishme të kirurgjisë.